أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمدينة العظيمة يتقيمة الله عز وجل صلوات والسلامات يا درجة محمد عليه الصلاة والسلام Po që edhe mshira a Zotë Gjellewa Ala qof mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave të sabahut, konkretisht tek cikli i ligjëratave meditime kuranore, ku jemi duke shkoqit mësime dhe porosim nga ajetet e caktuara nga libri i Allahut Azza wa Jall. Dhe sot me lejnë e Zotë Gjellewa Ala kemi dy ajete, njëri prej tyre është në surën Tahrim, ajeti 10, ndërsa tjetri është në surën Ad-Dukhan. Ad-Dukhan thot ajeti i tretë i surës Ad-Dukhan. Ajeti parë Allahu na sjell shembullin e dy grave të cilat ani pse i kanë pas burrët pejgamber, por kanë qenë jo besimtarë. Pastaj e cekëm në ligjëratën e kaluar nëse zgaboj rastin e gruas së Firaunit apo për atë të ligjëratave, për të treguar që ajo që të shpëton ty është puna jote, jo loza jote apo domosdoshmëria jote. Fa Allahu Azza wa Jall ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالله عز وجل الله ورسوله juve shembullin e kufrit mohimit të dy grave të pejgamberëve të Allahut, Nuhit dhe Lutit alayhis salam, të cilët kanë qenë robë të Allahut Azza wa Jall, dhe këto dy gra kanë qenë edhe tek këta dy robër të sinqertë të Zotit Gjellewa Ala. Por ato gra e trahton besën, do thot njën aspektin e moralit, por aspektin e besimit, dhe ata falem yughniya anhuma min Allahi shay. Ata nuk kanë mundësi mi ndihmu te Zoti kur gjokë të dy grave. Edhe këtyre dy grave Allahu do të thot apo melekët hynë në zjarr me ata që hynë në zjarr. Këto dy shembuj do të janë shembuj që lojnë gjurmë në logjikën njerëzore. Dhe Allahu nuk ka cek kot shembuj. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. Në kuadër saj Allahu në surën Az-Zumar ajetin e së tha, dhe ne njerëzve ju kemi sjell shembull në këtë Kur'an, dhe këta shembull thotë i kemi cek që njerëzit të meditojnë dhe të marrin mësime. Andaj Allahu Azza wa Jall ka cek rastin e këtyre dy grave, për të cilat gra ka treguar që kanë mohu Zotin, s'kan besu, s'kan ndjekur rrugën e burrave të tyre pejgamberëve. E si pasojë e saj, do thotë kanë mbet në kufër, dhe Allahu ka treguar që pejgamberlloku i tyre nuk u bëra atyre dobi këtë botë, e aq më pak botën tjetër. Andaj ato e kundërshtuan, apo ato i kundërshtuan burrat e tyre në çështjet e besimit. Andaj nuk i kanë trahtuar normalisht në aspektin e moralit, se asnjë pejgamber do thotë nuk u sfërua me këtë çështje. Dhe normalisht rasti i Aishës radhiyallahu anha do thotë ka qenë rast që me marrë këshill dhe mësim njerëzit. Alhamdulillah, në atë kohë dhe me marrë këshill njerëzit mësim deri ditën e gjykimit. Ya'idhukumullah أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Allahu atëre ki vrejtën që mos bëjë akidu kush më ramë në këtë gabim, asë njëherë, nëse jeni besimtarë sinqert. Dhe Allahu asëron argumentet e tia, nga sa është i ditën dhe i urtë. Dhe të ka dashur të tregu që kur ndodhet këto raste shpifje nga ana e mushrikinëve apo nga ana e munafiqinëve, do të musliman nuk guxojnë me ra prej e këtyre gjërave. Do të nuk guxojnë me ra prej që me i lëndu do të njerëzit dhe me i lëndu do thotë
ndjenjat e muslimanëve. Andaj ka qenë një farforme tradhtie e grave të tyre që nuk i kanë pasu burrat e tyre në çështje do thotë të fesë, në çështjet e dinit të Allahut azza wa jall. Falam yughniya anhuma min Allah. Do thotë këto gra do thotë i kanë bërë mëkat Allahut azza wa jall dhe e kanë kundërshtuar ligjin e Zotit xhallahu ala. Dhe normalisht këto gra nuk kanë me pas ndimes nga burrat e tyre, por qila dkhulun nar ma dakhilin, kam ju thonë këto grave kam ju thonë që hynë në xhenem me ato të tjerët gra që hynë në xhenem. Alayhi salam. Disa dobi nga ajetin e fjalë prej dobive do thotë është që njeriu është i pengi i fjalës vet. Dhe normalisht kanë më llogarisë se për veten e së ditën e gjykimit. Mësimi i dytë është en el-hidaya bi yadillah. Udhëzimi i hidayetit është në duart e Allahut azza wa jall. Dhe Allahu ka don e uzon, ka do sprovon. Allahu e sprovoi Lutin me gruan e vet. Allahu e sprovoi pejgamberin e tij Nuhin me gruan dhe me djalin e vet. Do të pejgamberi i Allahut por gruan edhe djalin, do të Nuhi alayhis salam do nuk e ka pas rrugën e Zotit xhalla wala. Gjithashtu tradhtia në çështjet e besimit, do të ka qenë do të këta dy pejgamberë në çështjet e tjera. Normalisht tha tahte abdejni. Këto gra kanë qenë nën do thotë udhëheqjen e dy robëve të mirë të ndershëm. Do thotë gruaja është nën udhëheqjen e burrit dhe nën mbikëqyrjen e burrit. Gjithashtu ka qenë sprov normalisht për Nuhin e Islam edhe për Lutin e Islam që do thotë me pas shpejt edhe me pas gru edhe evlat edhe mos me besu Zotin, kjo ka qenë sprov e rrën për ta. Do të thotë ka mos i me qëllu gjali haxhis, gru haxhis, gru e hoxhës, gjali hoxhës, edhe mos me qenë apo mos e pas as pak raporte me fenë e Zotit e xhelle uala. Ajeti tjetër është në surën Ad-Dukhan, që ajetin e fjalë do thotë ka të bëjë konkretisht me këtë muaj bekum të Ramazanit, ku Allahu azza wa tha inna anzalnahu fi lejletin mubaraka inna kunna mundhirin. Ne Kur'anin e kemi zbrit në një natë begat dhe ne jemi ata që u tërhekim njerëzve, thot vërejtën. El kitab apo inna anzalnahu është për qëllim Kur'ani i qartë, thot që është libri i Allahut azza wa jall. Dhe Allahu është betu thot në Kur'anin për të treguar që ka vlerë dhe pozitë veçantë. Normalisht Kur'ani ka zbrit nga Lauhi Mahfudhi, do thot për një herë në qiellin e dunjas, në vendin e quajtur Beitul Izza. Dhe kjo ka ndodhur në muajin e bekuar të Ramazanit dhe ka ndodhur në natën e Kadrit. E pastaj Allah e ka zbrit Kur'anin ndaras. Do thot ka zbrit Kur'anin ndaras sipas nevojave që ka pas me zbrit. Normalisht Allahu azza wa jall do të ka lexuar Kur'anin Jibril alayhis salam dhe Jibril e ka ndëgjuar nga Zoti xhelalu ala, do të me zo apo me edhe me huruf, por pa përgjasim. Dhe pastaj Jibril sa kur e ka dëgjuar nga Allahu azza wa jall, ai ka lexuar pastaj pejgamberin sa. Do thotë Kur'ani ka nga Zoti xhelalu ala prej tij ka dal dhe tek ai ka mundsi subhanahu wa taala. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaj Ramazan është muaji që ka zbrit Kur'ani. Dhe Kur'ani është libër i Allahut azza wa jall, nuk është i krijuar, është fjalë e Zotit xhelle wala. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu se kum dëgjuar pejgamberin duke thonë anzala Allahu al-Qur'ana ila samai dunya fi lejlati al-qadr. Dhe Allahu ka zbrit Kur'anin në dunjë, në qiellin e dunjës, në natën e Kadrit. Fa kana Allahu idha arada an yuhya minhu shay awhahu. Nëse Allahu azza wa jall ka dashur me i shpall diçka pejgamberit e ka shpall, po edhe nëse ka ndodhur diçka për ta sqaruar, atëherë ka zbrit Allahu azza wa jall dhe Kur'an. Dhe kush ka pas punë me Kur'an, vetë se e ka ngrit Zoti xhelalu ala. Ramazani ka pas punë me Kur'an, e ka bëu muaj më të bekuar. Xhibrili ka pas punë me Kur'an, e ka bëu, do thotë më të veçantë për melekëve. Pastaj nota e Kadrit ka filluar me zbrit Kur'ani, është bërë nota më e mirë e vitit. Andaj Kur'ani e ngrit njerin. Lejleti Mubarak ka zbrit në një natë të begatshme, që është natë më vlerësuar në një muaj. Për të thënë Fabian Sam, në Ramazan është një natë që ka vlerë më shumë se një muaj. Men hurima khayraha faqad hurim. Ai që privohet nga begatit e kësaj natë më vërtet është privuar nga begatit e shumta. Dhe normalisht
Lejle Mubarak, natë e begatshme, është nata katër e begatshme për disa arsye. Arsyeja e parë është se Allahu i fal gjunat në këtë natë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai cili e gjallëron natën, e fal taravin, natën e kadrit me iman dhe shpresë në shpëlimin e Allahut, i falet e kalumi e atij. Men sama Ramadanan imanan, men sama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ose Ramadan falë. Kush agjon Ramazanin me iman dhe shpresë në shpëlimin e Allahut, i falen gjunat e kaluara. Gjithashtu është llogarit si begatia më e madhe e pejgamberit pas pejgamberllukut, që Allah ka ndërruar me të edhe zbritja e Kur'anit. Elhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi alkitab. Falënderimi tek Allahu që ia zbriti robit vet që tapin librin. E kitab është për qëllim Kur'ani. Robi vet është për qëllim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është natë e begatshme nga se ibadetin e këtë natë është më me vlerë se sa 1000 muaj. Do Lejletul Qadri khairu min alfi shahr. Nata e kadër është më me vlerë se 1000 muaj. Gjithashtu është natë me vlerë se Allahu azza wa jall cakton gjëra në këtë natë. Kush ka me jetu dhe Ramazanin tjetër, cakton kush ka me qenë i lumtur, kush ka me qenë i mirum. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Këtë natë përcaktohet çdo çështje atij që është i urtë dhe i gjithdijshëm. Është fjala për Allahun azza wa jall. Gjithashtu prej bereqeteve është se në këtë natë zbret meleku Gjibril me të gjitha melekët, si rahmet, khair, selamet, shpëtim dhe përgëzim për besimtarët. Allahu tha: "Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idhni rabbihim min kulli amr." Do thot vin melekët edhe shpirti besnik apo shpirti është për qëllim meleku Gjibril, e ka veçuar për melekëve tjera me urdhën e Allahut azza wa jall për çdo çështje. Gjithashtu kjo natë e ka dosht paqe, është siguri, do thot për shkak se nuk mahet mend që u adhuru Zoti më shumë ndonjëherë se sa natën e katërt. I madh dhe i vogël çohet e lyp natën e katërt. I madh dhe i vogël ngrehet spi. I madh dhe i vogël mund dhikr, mund dua, lezu Kur'an, vjen xhami. Ai nuk ka natë që i bëhet ibadet Zotit më shumë se kur se nata e katërt. A çështo haxhi? Nuk ka natë që i bëhet gjuna Zotit më shumë se kur se nata e vitit të ri. Tash ja natën e vitit të ri pozicionohet njëri, ja pozicionohet në natën e katërt. Gjithashtu prej bereqeteve të kësaj sure është se është prej neteve të qeta dhe njerëzit janë më të qetë pak. Ai cili ka një troj iman në natën e katërt vërehet imani i tij. Gjithashtu na mëson kjo sure apo kjo ajet që e lexuam i surës Dukhan se Allahu azza wa jall është ai i cili zgjedh çka doje, edhe kë doje. Për shembull, pi mujve e ka zgjedh Ramazanin, pi netëve natën e katërt, pi ditëve ditën e Arafatit, pi pejgamberëve Muhamedit sallam, prej librave që vë Kur'anin, prej melekëve Gjibrilin. Por të arsye Allah i ka thonë pejgamberit: "Lillahi mulku s-samawati wal-ard, yakhluqu ma yasha." Çdo që është në tokë në qiell është e Zotit. Allah i krijon çka doje. Ose i ka thonë Zoti pejgamberit: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dhe Zoti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam krijon çfarë doje dhe zgjedh çfarë doje subhanahu wa taala. Dhe Allahu azza wa jall e ka zbrit Kur'anin e këtë natë për të treguar që po duhet me veçu këtë natë edhe në buë, do thot natë veçantë. Dhe normalisht kjo ne e kuptu, do thot që Ramazan duhet me i kushtu maksimalisht Kur'anit, nga sa Ramazani u bë i veçantë, i begat dhe më shumë mira për shkak se ka filluar me uzbrit në natën e katërt libri Allahu azza wa jall. Pra me neve ishin ajeti do thot i surës Tahrim edhe i surës Ad-Dukhan. Dhe takimi në arshëm zote dhe masmiru alhamdulillahi rabbil alamin.